Hoxh, selam aleikum, jam një vajzë, thot 15 vjeçare, desha me dvet. Vuaj nga ankthi dhe stresohem shumë. Dua të falem, por nuk di çfarë do më supozoje. Zoti të rujt. Wa alaikumus salam wa rahmetullah. Amin. Allahu të rujt edhe ty. Elu Zotin e gjatësisë që të ta lehtësoj çdo vështirësi. Të këshilloj që me fal namazin. Namazi është shkak për qetësimin e robit. Profeti ynë sallallahu alaihi wasallam sa herë që i ndodhte ndonjë vështirësi, thoshte erihna biha ya Bilal, na qetëso me të o Bilal. Allahu i lartësuar i thot profetit ton Muhammedit alaihi salam, ne e dim që ty të ngushtohet gjoksi nga ajo që ata thonë, madhëroje Zotin tënd dhe ji prej atyre pra që bin sejdë. Kështu kuptohet prej ajetit. Prandaj unë të këshilloj që me e fal namazin. Namazi është qetësim për robin, është lidhje me Zotin e gjatësisë. Stresi, brenga, vështirësitë, ngushticat, ankth. Allahu i lartësuar është ai që t'jep qetësi. Në namaz ti përmend Zotin e gjatësisë, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, me të vërtetë me përmendjen e Zotit, thot Allahu i lartësuar qetësohen zemrat. Çështjet tona i ka Allahu i lartësuar në dorë. Prandaj unë të këshilloj me fal namazin. Falja namazit është shumë e thjeshtë. Shkruaj në Google falja namazit për fillestar. Të del kjo flet palosje. Shkarkoje në telefon. Dhe duke i lexuar fjalët aty e fal namazin. Po ku ka më mirë se sa sejdja? Qetësim për shpirtin e njeriut, qetësim për trupin e njeriut. Allahu ta lehtësoft dhe ta mundësoft që me fal namazin, lidhje me Allahun e lartësuar. Ke brenga, ke halle, ke vështirësi. I lutesh Zotit të gjatësisë, vendi ku njeriu është më pranë krijuesit të gjatësisë është sejdja. Aty i shpreh ato vështirësitë që ke. Allahu ta lehtësoftë çdo gjë. Amin.